A fletën a ikon aty në sauna, aty mulo. Tani, a mendon një konkluzion akoma më interesant, një konkluzion më interesant. Një konkluzion më interesant, se do kthehemi edhe te ty Dolçe. Në rast se Sasa ka pëlqim real për kushtrimin, a duhet ta ndihmoj kushtrimin apo duhet ta penalizoj kushtrimin? Tani, kur Sasa e din që meshkuj janë të dobët kur merren me femra dhe jo me meshkuj, pse Sasa po e çon kushtrimin te femra dhe nuk e çon te meshkujt? Kjo do thotë që Sasa realisht nuk ka pëlqim real për kushtrimin. Nuk ka pas dhe nuk do të ketë, sepse Sasa me vetë vullnetin e vetë, Sasa me vetë vullnetin e vetë, Sasa me vetë vullnetin e vetë, po e penalizon kushtrimin. Sasa, a ki përpu me Sasën? E keni pa që me komeret Sasa me kushtrimin? Sasa me femra. Diti. Hajde, riziko. Mos analizo. Dojma nuk për shumë lëndrimin. Lap. ma vjen mos të bëj, çfarë duhet? A e ke parë Sasën? Që merret vetëm me vajza dhe kushtrimi merret me po ata vajza që merret Sasa, bia respekt të lutem. Lapi, opinioni jot. Opinionim është E ke parë që kushtrimi merret me femra që merret Sasa? Kë e sulmon Sasa, sulmon e kushtrimit. Sasa më sulmon mu, kushtrimit sulmon mu. Sasa godet vend tjetër, kushrimi godet ku godet Sasa. Pra, kushrimi godet ku Sasa godet, dhe Sasa e din këtë gjë. Pse nuk nis atër Sasa me I godit meshkuj që edhe kushtrimit merret me meshkujt dhe mos bëhet mashkull femër që merret vetëm me femra dhe jo me meshkuj? Për mendimin tim, Sasa po penalizon kushtrimin dhe e bën në mënyrë të vetë të dishme, sepse dhe vetë Sasa do me shtu nga kushtrimi sepse nuk ka emocione për kushtrimin. Më I papërqyer. Dhe shi si bëjnë tani. Ndërkohë që veprat janë që tregojnë rezultatin. Më I papërqyer. Veprat tregojnë se çfarë mendon njeriu realisht. Ha, si ja nisëm tani. Bravo, Klodi. Si ja nisëm tani. Bravo, Klodi. Si e kur e ndje veten të kërcënuar në lojë, afrohen. Pse afroheni kur e ndjeni veten të kërcënuar në lojë? Pse largoheni kur e ndjeni veten të kërcënuar në lojë? Pse largoheni kur e ndjeni veten të kërcënuar në lojë? Po jam lapse? Kush interesi jot për mua si femër të pyesësh a jam larë sot? Ose mbrëm? vetë se më ki kalon nga A e ke Sasën ti në krah? Normalisht që po. E po pse nuk po interesosh për Sasën, a është lasë, është la? Një mashkull që është mashkull, autobanin e ka drejt. Nuk e ka autobanin fiu kështu. Meru me autobanin që ke zjedh, jo me autobanët e tjerë. Paktën ne kështu dim, kjo është tradicionalja. Në rast se ju këtë gjë e quani modernizëm, nuk preferoj të je moderne, të merre me 100 autobane. A je me femër në krah, pyetën mua, a jam larë. Qa intereson ati si mashkull, a jam la unë, as pos jam la unë. Qa po të vynë kushtrim? Qa po I vynë kushtrimit, a jam la unë, as jam la unë? Diti, një mashkull, të lutem një pyetje me rëndësi. Një mashkull që ka në krah një femër, a duhet t'i interesoje qa është la një femër tjetër apo s'është la? E bëri kushtrimi. A mo kushtrimi për që ata I ka hundë. Jo po keshi me ty. Valla ky keshet me zor ty me që t'kesh Të paktën, çfarë, qysh? Se dim. Jo, Xhejc, jo. Mos më ka përqafe. Pse ju? S'dua. Po përqafim është. Po të edhe se në kontrolë Nuk jo në dua. përqafimet. Unë nuk dua përqafim. Pse çka bën? Nuk dua. Çka bën? Nuk dua. Dhe nga vetja? Nuk dua. Nuk dua. Dhe nga vetja?
Nuk dua. Dhe nga vetja. Nuk dua për qafim. Nga vetja. Jemi 2025 dhe nuk dua për qafim. Lua? Dhe ti e di shumë mirë që ekziston kjo gjë. Sepse je vit ti ai që e lobon pjesën që jemi e 2025 dhe çdo kush shpreh dëshirën e vet të lirë. Po, unë si du. Çfarë nuk don ti? Për qafimet. Si do për qafimet? Jo, nuk dua për qafim nga ty. Dua ndoshta nga dikush tjetër. Dhe nuk je ti. Nga lush. Sa po e shpreh e ti xhelozin djalë tani. Oj, Alba, që më kash ludo jash ka? Kjo, sa role ka krypi se ka hi këtu, as vetë se din ajo. Së ka mundet me pranu faktin që ka ratë që ka të shpejt. Ka rënë 3 ditë dashni për Ka rënë 3 ditë dashni për dikë tjetër imagjinar. Jo, te ke Jo, atë ke pas me kohë, e dim. Po, Lidhja e po, pra, po. Stiqin e kam imagjinar. Stiqin e ka imagjinar, po pa tjetër, stiqin imagjinar. Shumë e mirë të qubajmë. Të lumë shënduar të fjot pa shatë zotin ishte shumë e mirë. Zë, Joska. Vetëm po vrahesh. Vetëm s'po bjen keq. Pse më preke me kam? Jo, mos më shtyni më me kam. Të lutem shumë, baj këmbën aty ku takon, mos më shtyni më me kam. Na i krise nervin. Jam Klodi. Dëshirojmë fare të merremi me ty. Jam Klodi. Të lutem merre trupin dhe zhduku që këtu. Londrimi, e di çka konstatimi bëra për Londrimin. Në rast se je shkurta, më dëgjoj, logjika pak. Në rast se je besimin Zot, i përulesh Zotit. Në rast se je besimin në Iluminat, i përulesh Iluminatit, djallit. Po, Londrimi i u përull njeriut. Londrimi që synon tjetë Iluminatit nuk i takon do t'as Iluminatit, as Zotit që i takon Londrimi.